që unë do e marr situatën në dorë edhe do ndryshoj shëndetin tim për t'i shërbyer atyre që kam pranë zemrës. Se pa shëndetin tënd nuk I shërben dot askujt. Se nuk është I shëndetshëm vetëm ai që ka muskuj, se ai mund të ketë muskuj, por ama dhjami I brendshëm që ka rreth organeve të tij është më tepër se unë. Sillu nga sillu, ha çat duash, pi çajra. Kryesorja në mes është deficiti kalorik. Po pse mos biesh na bësh deficit kalorik duke ngrënë ushqim të shëndetshëm? Ushqim të shijshëm. Ata që janë mbi peshë nuk kanë konfidencën ke vetja vet. Siç nuk e kisha unë. Besimin që unë mund të arrit diçka. Nuk e kisha. Momenti që rash na pesha dhe duke më mirë më erdhi konfidenca, qase më mirë në për takime. Jam në kë podcast tani. Përpara nuk do të vija këtu. Që kemi forcën brenda vetes tonë për të arritur çdo lloj imagjinate që na vjen. Se nëse nuk do kishim mundësi të arrinim, nuk do imagjinonim dot. Se do shohim mua goca ime si hero. Gjithmonë kur mendoj fjalën dieta ose kur ndigjoj dikë duke thënë dietë, mendoj ushqim jo shumë I shijshëm, por ndigjova dikë duke më thënë, po sikur them që ushqim I shijshëm nuk do thotë se s'bën ose jo domosdoshmërisht mungesë shijes. Këtë gjë ma tha Artur Kardashi. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Artur, ti ke një eksperiencë 15 vjeçare si shef kuzhine, jashtë shtetit edhe në Shqipëri. Po. Kohët e fundit ke marrë një nismë, një sipërmarrje të re, mas disa muajve analizë, ushqimet më të mira, kalorit, karbohidratet, çdo gjë që ka një ushqim, edhe ke sjell një program I cili fillimisht ka funksionu për ty, edhe pastaj me sa kam dëgjuar prej tetë ke thënë që mirë se unë e rregullova deri diku, si më thon, veten time, shëndetin tim, peshën, por tash du ta kthej në mision, sigurisht edhe në sipërmarrje në biznes. Unë du me ditë fillimet tjerë. Ç'a të shtyu me bë këtë ndryshimin të vetja? Ndryshimet e vetja më shtyu një periudhë e jetës time, të cilën nuk jam shumë krenar, të thënë drejtën. Mund të themi edhe në prag të një depresioni shumë të thellë, mbi peshë, I izoluar në veten time, duke fajsuar të gjitha mjetet rrethanore të jetës për gabimet e mia. Edhe mjaftoi një intervistë, më saktë një pyetje te ajo intervistë që doja të filloja punë në një kompani të Pasquale Minazit. Edhe më bëri një pyetje e cila më ndezi Arturin brenda kokës time, që ishte përgjën time më të shtrenjtë, që është goca ime. Edhe më tha, si do doje ti që goca jote të rritet, edhe të shohë mua si herojnë e sajt dhe jo babajnë e vetë. Edhe kur kthehem, sa doherë që kthehem tek ajo pyetje, më bëhet mishi kokër edhe mushen syt me lodh, sepse aty e mendova se ç'a isha duke I bërë vetes time, edhe jetës time. Se aty kuptova që çdo gjë që unë bëj, çdo veprim që unë marr, pasyrohet tek fëmia im. Edhe fëmia im është gjë më e shtrenjtë që kam në jetën time për mua. Kështu që mora iniciativën duke thënë që unë do ndryshoj. Edhe Pasquale më pyeti. Më tha, do të punosh me ne? I thash, po, patjetër, sepse rrethi ka të bëjë shumë. Në njerëzit që merresh, duke parë edhe personin sa I suksesshëm, sa njerëz kanë ndihmuar në rrethin e tij, doja të isha edhe unë pjesë. Që ta kesh mundësinë, ti duhet bish 7 kg për një javë, më tha. Që të futesh në punë me ne, duhet të bish 7 kg në peshë. Që të kem mundësinë për të qenë konkurrent punoj me ta. Edhe unë do I kem me pushime në atë kohë. Më tha, ai është problemi jot, jo ime, tha. Gjeje mënyrën që ta bësh nëse realisht e do këtë gjë. Unë për një javë, pavarësisht se isha me pushime, rash 8 kg gjysmë. Në atë kohë mu dukën shumë. Por ndezi edhe ju ktheja prapa asaj pyetjes që më bënte, I ktheja vetes time. Më ndezi dëshirën për ndryshuar. Domethënë, hapi por ose ajo iniciativa por ishte një gjë që Pasquale të preku te pika dop, te goca. Po. Edhe tha që kush do donte që të ishte heroi gocës tonë. Arturi me 100% disiplinë, siç është edhe emri I kompanisë, apo Arturi siç është sot, pra siç ishte atëherë. Në peshën 150 kg. 150 kg, që edhe vetë sot kur shoh fotot e mia,
nuk e besoj, domethënë, që arrita ta lejoja veten të arrija deri në atë pikë. Se duhet të kuptojmë që aty hynë në punë shumë faktorë të tjerë, mënyra mos marrjet frymë tamam, apnea në gjumë që nuk flet gjot gjumë rahat sepse të merret fryma. Shumë efekte negative që unë nuk i kuptoja. Realisht nuk i kuptoja dhe di që ka dhe shumë njerëz që nuk e kuptojnë. Edhe nisma ime që kam bërë është që dua të ndihmoj sa më shumë njerëz që i kanë në pikën ku kam qenë unë. Jo domosdoshmërisht deri në atë pikë kritike që unë kam qenë, se unë tani e quaj pikë kritike. Po në pikën që mendojnë që nuk ka kthim, ka kthim. Gjithmonë ka kthim, gjithmonë i kemi ne në dorë se ç'a bëjmë me veten tonë. Edhe dua të jem një inspirim dhe një shembull për njerëzit që po vuajnë na mbi pesha në këto momente, që çdo gjë është e mundur, mjafton që të krijojmë disiplinën e dur, edhe të ndjekim hapat e dura që ne të arrijmë. Çdo gjë është në dorën tonë. Asnjë faktor i jashtëm nuk na ndikon. As puna, as shoqëria, as prindrit, as gjë. Vetëm ne duhet marrim vendimin që çdo kush mund ta bëj. Kur e kam bërë unë, mendoj se çdo kush mund ta bëj. Realisht, edhe këtë gjë dua të transmetoj më tepër se sa thjesht një paket dietike ose një ushqim i shëndetshëm. Dua që njerëzit të kuptojnë që kemi forcën brenda vetes tonë për të arritur çdo lloj imagjinate që na vjen. Se nëse nuk do kishim mundësi të arrinim, nuk do imagjinonim dot. Pasi bane këtë javën, 7 kg rën pesh për një javë. Pastaj unë di që ti ke bën një ndryshim drastik për 6 muaj, sa kilo ke ra? Për 6 muaj e gjysmë, unë rash 55 kg. 55 kg për 6 muaj e gjysmë. Po. A është e shëndetshme kjo si gjë? Për disa është, për disa jo, varet se si arrin këtë gjë. Unë nuk kam privuar vete nga ushqimi, nuk kam privuar vete nga gjërat që janë të shëndetshme për të ngrënë, thjesht kam arritur të kuptoj qelsin që më lejon të haj gjërat që mua më pëlqejnë, pa ndikuar negativisht në peshën time, por përkundërzi të më ndihmojnë që unë të vazhdoj, të bie na pesha, plus aktiviteti fizik, që është një diçka kryesore për ne, se shumica e punëve që sot janë të ulura në karrige. Edhe shumica e njerëzve thonë që unë jam gjithë ditën në zyrë, edhe në zyrë ka mundësi që ne të ndryshojmë pak a shumë aktivitetin ton. Ka mënyra edhe metoda edhe ushtrimet që nuk bie në sy që ti po bën ushtrime, por ama ti e duke ndezur trupin të dhe metabolizmin që të funksionojnë pavarësisht se je në zyrë. Pra ti po më thu që mundesh me rënë pesh, por nuk heq dorë, në thojza, po themin, nga sasia ushqimit e tjerë. Thjesht e zgjell ushqimin më mirë. Pikërisht. Edhe në këtë rast e zgjell ti për to. 4-5 muajt e fund, 6 muaj që unë në këti rrugtimit tim transformus, se Arturi që ekzistonte shtatorin e kaluar nuk ekziston më, s'ka për të ekzistuar më kurrë, se nuk dua që t'jem, edhe me këtë që po nis, nuk dua që njerëzit shohin që shife po ky si mund të m'japi mua mend për të rëna pesha kur vetë është mbi peshë. Edhe kur vetë nuk ushtrohet, kur vetë ha sufllaqe, kur vetë ha vetëm pica, nuk po them që këto nuk duhet konsumuar, se gjithë kemi nepsin për të ngrënë një picë, për të ngrënë një sufllaqe, për të ngrënë një burger, një diçka. Por gabimi që ne bëjmë është që ne duke qenë se është fast food edhe shumë i lehtë për t'u aksesuar, e zgjedhim për më shpejt. Ndërkohë që ajo qerekore që ne zgjedhim të fitojmë duke marrë një sufllaqe, do na ndikojë më vonë shumë orë edhe shumë mund. Nuk po them mos ta konsumojnë. Nuk po them që nuk e konsumoj dhe unë. Por ama e di kur trupi mund ta konsumoj diçka të tillë edhe ta pranoj. A ke një cheat day njov, si që kanë shumica njerëzve që bajnë palestër që thonë, një ditë njov doja fal vetes, të ha një burger, të ha një sufllaqe, etj. E mund të them pa arrogancë që jo, sepse ushqimi që ha
nuk më bën diferent, nuk është se unë po haj vetëm sallata dhe një ditë në javë dua që të haj një burger. Nuk, domethënë ushqimi që unë po ha, duke qenë se unë ha të gjitha që jap ke paketa ime. Nuk jap asnjë personi diçka që nuk do e haja vetë. A mundesh me më listu disa ushqime të cilat janë shumë të shijshme dhe ti gatun për njerëzit të cilët abonohen tek ti, por që unë të kuptoj që me tamam pas kanë shije dhe me tamam janë ushqime që edhe ngopem, edhe janë vakte të plota. Se unë akoma kam atë dyshimin që duhet të jetë në sallat, në gjatë. Burrito. Burrito? Ti ke bën një burrito që të bjen në peshë? Po. Është e gjitha kjo mënyra se si ti menaxhon karbohidratet edhe përbërësit e burritos. Okay. Duke qenë se një burrito ka 250 gram fileto pule ose mishë grirë, po e marr me filetën e pulës, ti ke 60 gram protein edhe 280 kalori në atë burrito. Ndërkohë që unë petën e bëj në mënyrë të tillë që është gluten free edhe 100 kalori. 100 kalori për një burrito? Për vetëm peta e burritos. Okay. Një burrito të komplet mund të shkojë diku ke 450 kalori, 480 kalori. Po një burrito që e merr në një restorant ose në një fast food për shembull, sa ka kalori pak a shumë? Vetëm nga salsa që përdorin, edhe në mënyra se si gatuhet mishje një tjetër mund të ketë diku ke 700-800. Wow, pra gjys për gjys. Edhe ngopësh, edhe ka shije të mirë, edhe ka gjys për gjys me kalori. E vetëm që garantohet që nuk do e kuptosh nëse po ha burrito normale apo burrito të shëndetshme. Po ushqime të tjera? Ushqimet e tjera kam musaka, kime vez, Ferges Tiranse që është me mjomistri, me qofte, të gjitha ushqimet mund të bëhen të shëndetshme. Mjafton që të dish përbërjen. Të gjitha. Nëse unë për veten time edhe për paketat e mia unë nuk përdor yndyrna përveç se vajt kokosit. Vaj ullirit është shumë i shëndetshëm, edhe shumë njerëz e konsumojnë, extra virgin, por duhet të marrë parasysh që 2 lugë gjelle vaj ulliri kanë 380 kilokalori. Wow. Edhe nëse ti je në një dietë deficit kalorik, ajo të ndikon, pavarësisht se ti thua se 2 lugë janë, po kalorit nuk do t'ja di trupi janë 2 lugë, a janë 1 lugë, se kalorit do i marri. Ndërkohë që vaj kokosit është gjysma, pothuajse. Edhe plus shijen, jep një shije të veçantë ushqimit vaj kokosit nga vaj ullirit. Me vaj ullirit jemi mësuar. Është përsëris është shumë i mirë, nuk mund të them dot që kam dalë për të thënë që nuk është i mirë, është shumë i mirë, shumë i shëndetshëm. Sidomos vaj ulliri me lëng limoni ndihmon në pastrimin e lëkurës, e akneve, shumë gjëra. Por një person që do të bina pesha me deficit kalorik, që është Chelsea, i të rënit nga pesha, jo keto, për mua, personalisht flas. E vetmja gjë që duhet të bëjë një person është deficit kalorik edhe proteinën e dur për trupin e vet. Edhe ka një formulë matematikore për të dyja. Formula matematikore është pesha herë 24 sa kalori ti djeg pa lëviz fare, edhe 1.5 gram protein për kile që je. Kupton? Okay. Ky është në momentin që ti arrin të masësh kaloritë që konsumon. E zem ti, unë jam 95 kg. Mu më duen 2200, unë harxoj 2200 kalori pa lëviz fare. Se 65% të kalorive që ne konsumojmë, i konsumon truri janë. Po. Qenia gjallë është funksionimi i trurit është 65% të kalorive ditore. Tani kur unë e di që duen 2200. Po për konsumoj 2500, si do bina pesha? Nuk bie dot. Se kam 300 kalori më tepër në ditë që unë nuk i harxoj. I ruan trupi, i bën dhjam. Nuk është vetëm dhjam si përfaqësor. Krijohet edhe dhjami i brendshëm që është rreth organeve tona. Tani, unë kam bërë këtë, ke paketat e mia nuk kanë më shumë se sa 1200 kalori. Për në ditë apo për vakt? Në komplet paketa që përbën 2 vakte, një snack edhe një supë. Pra, 2 vakte në ditë, një snack, një supë, në total 1200 kalori. Ose më pak. Për gjithë ditën, edhe ngopesh edhe kanë shijet mirë? Po, është e mundur. E di që duket e pamundur, por është shumë e mundur. Jam prova e gjallë që është shumë e mundur. Normalisht, duke qenë se shumica njerëz e han të mëngjesin,
unë kam kalkuluar 300 kalori, 400 kalori që ai duhet konsumon në mëngjesin, kështu që i bie që ai të konsumoj po ze maksimumin 1600-1700 kilokalori. Tani kur ti e ke 2200 konsumin që konsumon trupi, i fut trupit 1600, Direkt ti ke 600 deficit në ditë. në ditë. Trupi për të humbur 1 kile do 3700 deri në 4000 kalori deficit që të humbi 1 kile. Okej. Domethënë brenda javës ti bie 1 kile. Minimumi. Paketat e sotshme për shembull kishte 950 kalori. E gjithë paketa. Por ama kishte 140-150 gram protein. Do thuash pse është e rëndësishme proteina. Proteina është e rëndësishme sepse trupi jon për ta djeg proteinën do shumë energji. Krahasim me karbohidratet. Edhe për ta djegur fut në punë dhjamin që të djegi proteinën. Kështu prandaj thonë që para gjumit ha diçka proteinike si një kos, fileto pule, diçka me proteinë të lartë se gjatë gjumit ti djeg dhjam. Këtë se dija. Pra ti për me ranë pesh, përveç se me ul kalorit, ti duhet të rrisësh pak ose të mbash një nivel të proteinës, sepse trupi e përdor dhjamin për me djeg proteinën. Bravo, për të rënë në mënyrë të shëndetshme. Se normalisht proteina ndihmon edhe në rikuperimin e muskujve. Siç e dim nga palestrat që kanë dëgjuar të gjithë pse marrin proteinë për të rikuperuar muskujt. Por proteina ka shumë benefitet e veta, që një nga ato është edhe që djeg dhjamin rreth muskujve, duke qenë se muskujt duhet qarë, ose në anglisht thënë tear, fibrat e muskujve që të rriten, proteina e ndihmon që të rikuperohet edhe rritet muskulli. Kur rritet muskulli, djeg gjithë dhjamin që ka për rreth. E ti bie na pesha. Mas dhjamore. Është tjetër gjë të është mas dhjamore, se mund të jesh 90 kg i tonifikuar, që është pesh muskuloze, që peshon më tepër se dhjami, mund të jesh 90 kg i pa tonifikuar, që është dhjam. Proteina ndihmon që të biesh pa i bërë dëm vetes, duhet mash një sasi proteine të caktuar. Prandaj nuk jam shumë tek bjena pesha duke në sallatë, se nuk e merr, duhet hash shumë quinoa, shumë sallatë, shumë brokoli që të marrë sasin që merr nga një fileto pule. A kupton? Janë kryesore, janë shoqëruese të mira për të ngopur, por baza primare ose si them furnitori primar i proteinës është mishi pule e bardavezës. E bardavezës funksionon si sfungjer tek dhjami nga proteina që ka. Kështu që është shumica e dietave e kuptojnë këtë gjë që janë atje, edhe nuk ka dieta shumë të mira. Thjesht besoj që njerëzit duhet të arrin të kuptojnë çfarë konsumojnë. Momenti që ti arrin ta kuptosh se çfarë je duke i futur trupit, atëherë kupton edhe çfarë po ndodh trupit. Kuptova. Siç thonë në anglisht, we are what we eat. Nëse ti do hash vetëm pisliqe, mos prit që sistemi jot tretës të jetë i mirë. Mos prit që trupi jot të jetë i shëndetshëm. Dalin pastaj kolesteroli lart, del fibrat fibroze të trupit është me probleme, dalin dhjamrat, yndyrnat. Kështu që në momentin që ti hash shëndetshëm, edhe proteina, edhe me proteinën e caktuar sipas trupit të, nuk po them ta tekalosh. Se edhe proteina e tepërt kthehet në dhjam. Proteina tepërt në dhjam? Po. Okej. Shton pesh, trupi e ruan në dhjam për ta përdorur më vonë. Proteinën e tepërt. Ti nuk mund të marrësh dot 200 gram protein pa bërë ushtrime, se nuk ke si ta djegësh, edhe trupi do e ruaj. A kupton? Edhe atë e ruan dhjam, edhe ti thua, po marr protein, po shnoshem. Edhe pastaj del më gënjeu Arturi mua se thot, jo, nëse ti nuk ushtrohesh, mos merr një sasi të lartë proteina. Se edhe ajo është ajo hidhi kripa me karar. Domethënë çdo gjë e tepërt është e dëmshme. Ajo që un kam bërë është që kam arritur të stabilizoj intekun e kalorive edhe proteinës e karbohidrateve
në trupin në paketat e mia, që të ndihmoj sa më shumë njerëz që të krijojnë një kulturë ushqyerje sa më të shëndetshme. Okej, para se të kaloj te paketet ose te shërbimet që ti ofron. Un kam qef me u sjell edhe një hap mrapa. Tek fillimet tuaja, se un kam shumë qef me ditë motivet edhe gjanat. The që do e marr këtë rrugtimin. Do humbas ma shumë pesh, do bëhem heroj i vajzës teme edhe një inspirues për shumë të tjerë. Okej, e more hapin që është gjë ose vendimin që është gjë më e rëndësishme edhe më e frikshme. Tash i dalin problemet, dalin sfidat e para. Cilat ishin sfidat e para masi e more hapin? Sfidat e para, si çdo kush në peshën që unë isha që të zgjohesha dhe të dilja të ushtrohesha. Kjo ishte e para, nuk po e rëndis nga rëndësia, se të gjitha ishin shumë të rëndësishme, se ky rrugtim më beso ka qenë shumë i vetmuar. Se vetëm mund ta bësh, nuk do vi njëri të të marrë në dora edhe të thotë hajde se do të heq kilet. Jo. Nëse ti nuk e vendos me veten tënde që duhet ta bëj këtë gjë për veten time se do kem benefitet e duhura, nuk mund vi dot njëri, asnjëri, un kam prindë mi nuk arritën dot që ta bënin. Nëse ime nuk arriti dot që ta bënte. Prandaj edhe them, e do jem gjithmonë mirënjohës ndaj asaj pyetje që ajo intervista. Edhe ndaj Paskuales që më ndezi Arturin e vërtet, që ma bëri atë pyetje të vështirë, që jo çdo kush ta bën, se nuk duan të prekin atë pikë. Se thonë është, por ai e bëri, edhe e falenderoj përzemërsisht gjithmonë, do jem gjithmonë mirënjohës ndaj tij për situatën e sikletshme që më vendosi, që unë të arri këtë që jam sot. Qoftë në ana mindsetit, qoftë në ana trupit, edhe sidomos në disiplina që unë kam krijuar. Sfida tjetër ishte rregullimi i ushqimit. Unë vdes për makarona, maroj. Makarona, snack, i kam shumë qef, edhe të arria të mposhtja nepsin edhe dëshirën për t'i konsumuar, ishte një nga sfidat më të mëdha që kisha, se të rimendja aty. Kudo që në çdo që ti është duke bër, truri jon është në punë. Edhe ti kalon hecën rrugës që të vjen era e sufllaqeve, ndërkohë që unë ikam me vrap shtëpi dhe haja kastravec, bardh veze. A kupton? Vetëm që të usheja veten me gjëra të shëndetshme, që mos shkoja edhe ta blija atë sufllaqen sepse na nepsi. Por vjen një pikë që je okay me këto. Edhe ajo pikë është 21 ditë. Ne si njerëz, si qenie, na duhen 21 ditë për të krijuar një habit të ri. Shpërhim duket. Okej. Një zakon të ri. Zakon. Edhe në momentin që të kthehet në zakon, nuk e kemë problem. Për gjithë ata që na ndëgjojnë, unë dua të them që jepi vetes forca vetëm 1 muaj. Mos fajso njëri përveç se veten tënde për 1 muaj. Të gjitha gjërat që edhe nëse të thrasin, përkushoj vetes 100% të mendjes tënde 1 muaj. Pas 1 muajit, a bëhet më e lehtë situata apo bëhesh më i fortë? Pas 1 muajit fillosh shef disa rezultate, të cilat nuk lejnë të kthesh mbrapsh. Bluzeri më bukur, këmishari më bukur, për vajzat fustanet gjithari më bukur. Bie pesha, fillojnë edhe njerëzit të shohin edhe thonë, ç'a ndryshimi ke bër? Edhe ai është pastaj je i vetë motivuar për ta vazhduar. Se çdo muaj do kesh ndonjë diferent, në një ndryshim tjetër. Prandaj majnë edhe këshilloj që të majnë regjistër të fotove, që ta shohin, sepse njerëzit që ke përreth gjithë ditën nuk do e kuptojnë. Aq shumë. Njerëzit që nuk do të shohin për 1 muaj, ata do e kuptojnë ndryshimin tënd. Po më beso, e kam me eksperiencë personale. Edhe mund të tregoj edhe fotot që ndryshimi është drastik. Mënyra se si ndihesh, nuk merr më frymët kur ngjish shkallët.
sistemi i tretës është shumë i disiplinuar. Nuk e fryrje. Problemet e ditës i merr më lehtësisht, se nuk stresin e ke akoma, se njerëz pa stres nuk ka. Në kupton, edhe njëra gjëra që mua më kaloi në mindsetin tim kjo gjë është bëj gjën e vështirë që në fillim të mëngjesit. Në kupton, dil. Bëj ato 10.000 hapa, heci ato 4 kilometra, një xhiro në liçeni, një xhiro në lagje, nuk ka rëndësi. Unë jepja justifikimin vetes time, nuk iki dot në liçeni se s'ka makinë. Ndërkohë që unë mund dilja shumë bukur, ti bëja 4 kilometra përreth lagjes time edhe është e njëjta gjë. Se në 6 pjesët nuk ke makina, nuk ke tymra, nuk ke, është ajri goxha më i pastë se sa ta bësh mas dite. Po njerëzit e kanë vështirë që të zgjojnë herët. Se unë flej vonë. Edhe unë flija në 4 mjesit. Normalisht në 6 nuk do të çohesha. Rija gjithë natën duke lujt telefon, duke pa Instagramin. Ndërkohë që tani unë flej në orën 10, 10:30 maksimumi unë jam gjumë. Se në orën 6 do zgjohem. Edhe zgjohem vetë, nuk kam nevojë për alarm, jam vetë alarmi vetes time. Sepse trupi im ngopet me gjumë, nuk stërmundohet, sepse darkën e konsumoj në orën 8 maksimumi, kam konsumuar ushqimin edhe nuk e lodh trupin gjatë gjumit që të djegi, që zgjohet. Sfidat e para i mora vesh. Ato aromat e mira të fast foodit etj. Po fitoret e para, kur shikova ato rezultatet e para ose momentet e para që them, duket se kjo gjë po funksionon ka. Momentet e para ishin kur fillova tek Pasquale, edhe kishim një event, edhe te ai event njerëzit po më thonin sa ke ndryshuar. Edhe në zyrë më shifnin thonë sa ke ndryshuar. Rrobat, këmishat, që unë vishja në fillim, tani po më rini shumë gjëra. Kostumet që më rini shumë të tashmë nuk i vesh dot më, se normalisht kam hequr një njeri të tërë nga vetja ime. Po këto janë fitimet e para, ndryshimet e vogla të bëra për ditë. Ai 200 gram, 300 gram që ti bie në ditë është sukses. I dështuar është ai që nuk lëviz nga vendi fare. Jo ai që provon. Se mund të provosh, nuk do biesh këtë javë, do biesh javë tjetër, nuk është po ti prap po çohesh, po e bën. Ke kriju një disiplinë e cila do të çojë në atë, nuk ke nga shkon, do shkosh ka ai drejtim që ti ke marr. Kurse njerëzit që thjesht e thon edhe rinë në vend, ata janë për mua që mund ta quajnë dështim. Jo se janë dështak, se unë nuk besoj tek dështakët këtë jetë. Unë besoj që njerëzit secili e vendos vetë se sa i suksesshëm do të jetë. Se suksesi nuk është se ka një maj. Është thjesht një mal i cili është pa maj, edhe vetë ne jemi ata që vendosim sa lart dua të ngjita mund tek ky mal. Kështu që nuk ka dështak. Ka thjesht njerëz që limitojnë veten e tyre, se limitet javin vetes tonë. Më tha njëri mua që s'do kisha nuk kam për të pas kur biznes. Jo, unë ja thash vetes time. Më tha njëri që nuk mund të ndihmoj njerëz bi nga pesha. Jo, unë ja thash vetes time. Mendoja se po ma thonin tjerë, jo, po ja thoja unë vetes time. Se ne drejtojmë gishtin ke faktorët e jashtëm, por ama është i shpejtë që thot kur ti drejton gishtin, 3 gisha janë duke drejtuar nga ana jote. Më ka ndihmuar shumë manifestime, se është shumë e rëndësishme që ne të kemi një imazh të çfarë duam të arrijmë. Edhe nëse ti arrin të krijosh imazhin e dur në kokën tënde sido që të dukesh mas 2, 3, 4 muajsh, automatikisht subkonscienca jonë do na çojë drejt të gjitha gjërave që duhet bëjmë, po ama duhet ta besojmë vetë. Ky është për mua manifestimi. Edhe asgjë që truri jon e prodhon si imazh nuk është e pamundur, se nuk do e kishim menduar. Unë nuk e kam, për veten time, unë nuk e kam menduar na veten astronaut. Them drejtën, nuk e kam menduar. Por ama me një trup, me një fizik të shëndetshme, e mendoj për ditë. Për ditë e ditë. Edhe tani që ne flasim, unë nuk jam i kënaqur me veten time, sepse e di që mund të arrijë më tepër. Ama do kohë. Do kohë, do përkushtim, edhe do disiplinën. Prandaj edhe jemi ne kam vënë 100% disiplinë.
Shoh që ke një pasion shumë të madh për zhvillimin personal. Edhe të shoh shumë në për evente biznesit, trajnime që janë të kombinuar edhe biznes edhe zhvillim personal, shoh duke bën network me njerëz të ndryshëm, duke u prezantuar, të tregoj historinë tënde etj etj. Pse është kaq e rëndësishme për ty kjo pjesë? Unë dua të inspiroj sa më tepër njerëz. Edhe për të inspiruar sa më tepër njerëz, mendoj që sa më shumë njerëz duhet të takoj, duhet të flas, të ndaj historinë time, për ta kuptuar që limitet i vendosim ne. Edhe dua të jem shembull edhe frymëzim për gjithë ata që mendojnë që kanë arrit kaq mund të bëj unë. Jo, nuk mund të bësh shumë më tepër. Shumë më tepër. Jo me natditës, nuk është se do kërcasësh gishtat apo do flesh gjumë dhe do zgjohesh. Jo. Nuk është e lehtë, është e vështirë. Por në momentin që unë jam në rrethim, më rrethojnë njerëz që inspirojnë të tjerë, më inspirojnë mua, jam në për evente të zhvillimit personal, të zhvillimit mendor, të zhvillimit biznesit, të networkut, marketingu, që sa më shumë njerëz ta shohin se çka kam arritur me mund, edhe me vështirësi. Dua që të gjejmë veten e tyre në dhimbjet që un kam pasur në vështirësitë e mia, se e di shumë mirë se çfarë vështirësisë janë që ti të ndryshosh sidomos trupin. Se mbase jetën uroj që gjithë jenë suksesshëm, të kenë mjaftueshëm. Por shëndeti për mua është më e rëndësishme. Dua të ndihmoj sa më tepër njerëz, pranoj edhe jam në për evente që njerëzit të njihen me njerëz, edhe mbase nga 200 veta që ka eventi, 1-2 veta, sikur 1-2 veta të inspirohen nga lëvizja ime, ose nga ndryshimi im, unë jam i lumtur. Se ata 2 do inspirojnë 4. Ata 4 do inspirojnë të tjerë. Unë kam babain tim. Babai im që më ka në shtëpi ditë për ditë, edhe vetëm para 2 javësh më tha ndigjo se tani po besoj dua ta bëj dhe unë këtë gjë, do më japësh dhe mua dietat. Ndërkohë që më kishte atje, më shifte gjithë, jo anën mendore, sa anën mendore as unë nuk ja shoh dot të tjerëve. Edhe asnjëherë nuk e tregojmë plotësisht se çfarë jemi duke menduar. Po ama vetja jonë e di se sa vështirë është. Që unë për shembull e di shumë mirë, edhe uroj që të ketë edhe të tjerë që do ndëgjojnë këtë podcast, që do i lidhi kjo gjë që sa vështirë është të zgjohem edhe të iki në palestër. Sot e kësaj dite. Nuk mund të jetë 1-2 ditë në javë që unë iki me qefe më të madh. Edhe pas gjithë ndryshimeve që ke pa të vetja, edhe pas gjithë disiplinës që ke ndërtu, prapë ke vështirë me u zgju? Po. Por është një luftë që unë ja kam shpall vetes time që do e bëj. Nuk do vi palestra tek unë dhe thot "Dëgjoj Artur, unë do të jap ty muskujt e barkut ose do të jap ty një muskujt e krahut ose njërin tjetër, jo, do të shkosh ti atje." Po e bukura që ndron këtu. Që kur iki zgjohem, bëj paketat, se paketat i gatuaj vet të gjitha. Nuk fus të jashtëm, sepse përderisa unë e bëra vet për veten time, do ta bëj edhe për tjerët. Nuk mund ta idenë time nuk mund ta sjelli në jetë dikush tjetër. Edhe zgjohem, gatuaj paketat, bëj paketat, i shpërndaj edhe vet të gjitha që po shpërndarjen pse s'ja ke lënë dikujt tjetër? Sepse dua ta takoj tjetrin në sy. Motoristit ose postës, ai nuk do i thot problemet që ka me ushqimin. Mua do ma thot, "Dëgjoj se sot kisha shumë krip. Dëgjoj mos ma bëj këtë." Edhe dua ta shoh edhe atë person, o vlla, si të duket ushqimi? Të pëlqen apo jo? Ka pasur se nuk ka pëlqyer, urdhëro. Nuk është për ty, nuk ka problem. Nëse të duam, numrin e ke, më shkruaj. Edhe nëse nuk e merr paketën, më shkruaj. Nuk është problem. Unë do mundohem të të inspiroj dhe të të ndihmoj me aq sa di unë, që ti të ushtrohesh, të kesh një jetë më të shëndetshme. Nuk është se thëm pse more paketën tek unë, edhe ai tani do të ndihmoj. Nuk jam nisur me atë. Ka shumë njerëz që unë jap historinë time për arsye sepse e shoh që ka nevojë.
Edhe nuk ja pranojmë kur, asnjëri që ne kemi nevojë për ndihmë. Por asgjë s'bëhet vetëm. Sa rëndësishme është me ditë me kërku ndihmë. 100% e rëndësishme. Se ne shqiptarë të kena pak krenari. Të kërkosh ndihmë nuk është turp. Edhe neve të vegjël na kanë thënë se është shpesh që na thonin të kërkosh bukë nuk është turp. Të kërkosh ndihmë nuk është fare turp. Maksimumi do marrësh një jo. E keqja e të keqës do marrësh një jo, nuk ndihmoj dot. Jo, nuk dua. Por nëse e merr pon, ç'a do bësh? Personi që ti e pyet thotë, po të ndihmoj unë, nuk është problem. E bëjmë kështu, nuk është problem. Si do veprosh? Se ne nisemi për jon, nuk nisemi për pon. Edhe unë nismën që kam bërë, e kam filluar me një person, tek. Isha gati t'i thoja jo. Se mu dukte, si do filloj unë të gatuaj, edhe të bëj gjithë të gjëra, vetëm po e fillova. Bëna javës më shumë 3 tjerë. Kupton, që po ti kisha thënë jo unë atit, ku do i kisha unë këta? Ku do ishte 100% disiplina sot? S'do ishte. Do ishte thjesht një mendimi imi, me një logo që krijova, me një faqe Instagrami, edhe kaq. Por unë kam njerëzit që po ju shej e po i ndihmoj. Erdhi 150 kg, është 140 kg mas një muaj. Erdhi 125, është 116. Shoku ati erdhi jo për të rëna pesha, po vetëm se i pëlqete ushqimi, se tha, ky shoku im po bie nga pesha, tha, po ha në restoranta, se s'po e kuptoj, se ishte mësuar me atë ideologjinë që ushqimi i shëndetshëm duhet të jetë i shëmtuar, i pa shije, bland, e kupton, edhe kur i shifte ushqimet që hata, ai thotë, "Valla, ti ke marrë me rëna pesha?" Ai e mori për mos me rënë nga pesha, vetëm që ta të shëndetshëm ka rënë 8 kg. Kam njerëz që më thonë, më ul sasinë e ushqimit, se është shumë. E mas 3 ditësh bëhen pishman dhe më thonë, "Diçka, a kthehemi prapa aty?" Është shumë ushqimi i dietës që i sjell ti. Ashtu më thanë, është shumë ushqim. Ndërkohë që ato janë të matura. Unë ditë për ditë, çdo personi që merr dietën i shkon një file Excel që e dërgoj unë, që e ka të ndamë se cilin vakt që ka në paket, sa kalori, sa karbohidrate, sa yndyrë, sa protein. Edhe në fund ka subtotalin sa ka paketa komplet. Për ditë. Çdo ditë i shkon se këtë gjë më ai mund ta përdori edhe nesër pas nesër për veten e vet. Në momentin që ai e ka atje dhe dëshiron ta bëj vet, mund ta bëj vet. Këtë desha me të pyet. Se ti je shef kuzhine, ti njeh ingredientat shumë mirë, përveç se njeh din edhe me kombinu, din me gatu etj. Me nxjerr edhe me shije shumë të mira etj. Po dikush që ndoshta është në rrethe ose ndoshta është edhe komplet jashtë shtetit, në diasporë. A ke gjetë një zgjidhje për këto që ndoshta më marr thjesht programin ose diçka? E kam gjetur një zgjidhje, edhe jam duke e punuar, do krijoj një e-book ose libër fizik, po mendoj e-booku do arrijë më tepër audiencë, po më tepër njerëz, është më i aksesueshëm nga njerëzit. Kështu që do krijoj një e-book i cili do sqaroj 20-25 receta, se nuk duan më tepër. Okej. 25 receta i thojnë një ditë, çdo ditë muaj. Po. Ndërkohë që ne jemi mësuar që çdo të hënë kemi grosh. A kupton? Çdo të diel kemi pul me pilaf. 5 vakte, 6 vakte aty sillemi, domethënë. Edhe do jetë një e-book i cili ata mund ta marrin, edhe ti bëjmë vetë, do jetë e sqaruar se si ti gatuajnë, çat hedhin, sa të hedhin, gjithasasi siç janë cookbookët që kemi, që mund ta aksesojmë tani, po ai do jetë specifikisht për të ushqyer paketat që unë i jap njerëzve për të rënë në pesha. Se mendoj që është diçka mbi pesha edhe obeziteti. Është diçka që ne po na shkatron si shoqëri. Me apo pa dashje. E kuptoj që jeta është shumë e vrutshme, edhe ka variante shumë, edhe prandaj edhe unë duhet ta bëj këtë, duke qenë që njerëzit të kulturohen mbi të ushqyerit shëndetshëm, që nese pas nese, edhe kur mos marrin paketë ke unë, të paktën të ke krijuar disiplinën e të ushqyerit shëndetshëm, edhe kur të marrin dregën në një restorant që do shkojnë të hanë,
janë aq të vëmendshëm se ç'a përmban ajo, ç'a po ha unë. Një sufllaqe ka 1000 kalori. Kur ti e ke 2200 konsumin tënd, 1000 i merr vetëm nga ajo, po 1000 ca tjerë që do marrësh nga krijon mbi pesha stres mbi trupin, mbi organet, mbi çdo gjë. E zem se unë jam një person i interesum, pëlqen kjo gjë që i të bati, por përveç se më pëlqen misioni jot, kam edhe interesin personal. Të kontaktoj ty. Si fillojmë, si funksionon, a më vjen ushqimi vet, a më vjen 3 herë në ditë, a më vjen 1 herë në ditë? 1 herë në ditë. Ushqimi vjen 1 herë në ditë. Okej. Për momentin kam gjetur edhe zgjidhjen që ushqimi të jetë më i ngrohtë gjatë gjithë kohës. Jam duke implementuar se e di që është një nga problemet që shumica hasin, që vjen ushqimi më ftofet. Jo po do e maj qesën në krah, duke qesja e letrës. I kam vën lapsin mbi letër edhe për këto gjërat, po i implementoja avash avash me kalimin e kohës, që të gjej gjën më të përshtatshme. Që edhe ai që është në zyrë, nëse e merr atë çantën e ushqimit, të jetë diçka që nuk bie në sy në një takim që mund ta marrë dhe ta lej diku, po ama edhe që mos i ftofet, se është gjynat, ti e merr ushqimin që e merr, paktën ta shijosh atë që po ha, jo të jetë të bërë kasht e zem ose mos kesh mundësi ta hash sepse është ftohur, pavarësisht se gatimet e mia të ftohta janë më të çishme. Okej. Një pyetje kuriozitet. Ushqimet që futen në mikrovalë, a humbasin në i vlerë ushqyese, a ka një problem, apo thjesht? Vlerë ushqyese nuk humbasin, por marrin radioaktivitetin në mikrovalës. Okej. Edhe ajo është gjë më... Pra ti nuk sugjeron që ushqimet tuaja të futen në mikrovalë? Nuk sugjeroj asnjë ushqim të futet në mikrovalë. Okej. Më mirë ndis furrën, edhe futen në furr, në një tavë, në një tigan, në një tavë të vogël, diçka, se sa ta fusësh në mikrovalë, sepse mikrovala, që nga emri microwave, dihet që ka rezatim. Pak po marrim nga telefoni, nga kufjet me Bluetooth, nga makinat elektrike, taksit elektrike që po hypim, edhe ke ushqime duhet ta fusim, na ujë që të lajemi, na gjitha, edhe ke ushqime që përpunon, unë mikrovalën në shtëpinë time nuk mbaj. Edhe në gatimet e mia nuk përdor. E kam më mirë të bëj pisë të nxjerrën e ta ngrof supën ose tavën e të ngrof atë që kam çuar, prandaj edhe përdor për gjërat e furrës, përdor tava alumini që ata të kenë mundësi ta fusin në furr. Edhe ta ngrojnë nëse kur të shkojnë në shtëpi. Po mikrovalën jam komplet kundra mikrovalës, nuk. Është shpejt edhe çdo gjë e shpejt si fast foodi nuk na bën mirë. Do të përsëris pyetjen. Unë abonohem tek ti. Ç'a përfitoj? Domethënë brenda një muajit. Brenda një muajit ti përfiton ushqimin nga hëna në të premte, janë 2 vakte. Ka një snack, siç thash që janë patatinat e thjerëzave ose patatinat bëra me tërshër, se duke qenë se nuk kanë gluten, nuk janë edhe gluten free ato ushqime që unë bëj. Edhe ose patatina me diçka, me faracia, se janë duken si të çuditshme, por është faracia me ujë, vetëm faracia me ujë, ti pjekësh, ti edhësh kri piper, dalin patatina fantastika. Janë gjëra minimaliste të cilat edhe unë nuk i dija. Nuk dua të dalë si ku jam i ditur i botës. Jo, kam edhe unë mësoj ditë për ditë gjëra të reja. Prandaj unë nuk i them ti do kesh këtë vakt të nesërmen, se psikologjikisht unë kam qenë mbi pesh vet. Edhe e di çdo të thotë nëse e di se çfarë do haj mas 2-3 ditësh është mërzi. E mërzites, nëse unë të sjell një javë atë ushqimin edhe pastaj javën tjetër vazhdoj edhe e ripërsërit do të mërzitet. Do e shtysh një muaj. Do kthesh prap zakoneve të vjetra. Kurse ke unë një kombinim, për shembull, e zem musaka pule me risotto me mish të grirë integral. E ha sot me një supë që mund të jetë brokoli mish ose brokoli pule ose kërpurdhë ose diçka. E ha sot ti mund të hash prap mas 10 ditësh, 12 ditësh musakan, po nuk e ke prap me risotto, e ke me komplet diçka tjetër. Po. Pra ka edhe varietet që mos me të mërzit ushqime.
si thash, e ha vetë ushimin që ofroj. Edhe po mu mërzit mua, atyre ndjekësve të mi i është mërzitur 10 ditë para. Po. Qose më është mërzitur mua sot. Të kuptoj. Pjesa marketingut. E di që ke e vlerëson shumë pjesën marketingut edhe të investu, sidomos në këtë periudhë. Pse mendon që është e rëndësishme? A është vetëm për me rrit biznesin tënë apo është për me çu misionin tënë edhe më larg? Kryesisht është për misionin tim. Biznesin tim besoj se do e rrisi eksperienca e njerëzve që do vinë. Ndërkohë që marketingu do më ndihmoj të arrij njerëz, qoftë edhe në diasporë, qoftë edhe jashtë Shqipërisë, për të dërgjesuar mbi shëndetin e tyre. Nuk kërkoj që të vinë si do e mos ka unë, ama kërkoj që të zgjohen se ditë në ana e ushqimit e në ana e ushqimit shëndetshëm ditë më të vështira po vinë se po limitohen, pavarësisht se i shef gjithandej duke u reklamuar. Ushqimi i shëndetshëm, po puna është se çfarë sasi e do më sjellë ai mua. Nuk s'do haj sallat për ditë. A kupton? Nuk është të thënë që një picë nuk mund ta hash, se unë të bëj picën që e ke 350 kalori i picë. E tërë. Qa na bane o Artur me këto ushqime të mira. Pjesa e migracionit. E di që ke punu shef kuzhinit edhe në Londër. Në Londër kam qenë i ri, të them drejtën, edhe kam bërë shkollën në Angli, kam bërë gjimnazin, se jam rritur 10 vjet në Greqi, 7 vjet në Angli. Okej. Edhe Pse vendose më u kthy? Ose pse ne jetë në Shqipëri? Fatkeqësisht më kthyen, vllai im, se kam një vëlla më të madh, iku në Gjermani me shkollën, edhe prindit ngelën në Shqipëri edhe unë vendosa të ri me ta se nuk e lija dot vetëm. E di shumë mirë që se shifja me vllajin, nuk ja thonin gjitha, se nuk donin ta bezdisin, edhe thash dikush duhet ri këtu. Se siç kanë investuar jetën e tyre ata në emigracion për të më dhënë mua dhe vllajt tim një jetë më të mirë, minimumi që unë mund të bëj është t'i qëndroj pranë. Për nevojat që do kenë, siç patën se mamaja më kaloi kancerin në vitin 2020, kur më lindi dhe goca. E për ne kam vënë emrin Thea Iren është emri mamas time mbrapsht. Por e pash e vllajt tim ja dhan shumë vonë, edhe si që bëjnë shumica e prindërve se nuk duan të shqetësojnë, kështu që atë gjë doja ta eliminoja nga vetja ime. Kështu që vendosa që ndroja në Shqipëri, edhe t'i rija pranë atyre se i jam borxhli për të gjitha që unë kam sot. Mund të pyesin shumë veta, ti po na ban dieta, po nuk je dietolog. Tani unë do them diçka. Por unë di që je shef kuzhinet 15 vite. I njeh gjitha ushqimet, gjitha ingredientat. Kam punuar në kuzhinë edhe kam studiuar mbi artin e kulinar. Në Angli kam punuar edhe këtu për shumë vite në kuzhinë, edhe e njoh ushqimin shumë mirë. Nuk jam nutricionist, nuk jam dietolog, por jam një person që ka vujt me mbi peshën, kam vujt me izolimin në vetvete nga mënyra se si dukesha, nga mënyra se si ushqesha, kam vujt me rrugtimin e ndryshimit i vetmuar, se nuk është turp ta pranoj që e kisha të vështirë të flisja me njerëz, se më shihni me përbuzje. Pavarësisht se una në kokën time mund të isha një person shumë i qiltër, shumë social, por kur ndihesh, kur ke një trup, nuk po them muskuloz, nuk po them bodybuilder, një trup të rregullt, të shëndetshëm, vetë ti ndihesh më konfident në qasjen me tjerët, më konfident në qasje me biznesin, më konfident në një qasje në një takim biznesi që ti mund të bësh, ti ke një vetbesim të papam se thua, ndihem mirë, ndihem shëndetshëm. Unë këtë du të arike njerëzit, të ndihen më konfident, të ndihen më të shëndetshëm në vetvete, se automatikisht do e rezatojnë, ndryshon aura. Kur ti gjitha të stres e ke nxjerr palestër duke djersitur, kur shkon në një takim je komplet tjetër person. E për shumicën e dëgjuesve do duket sikur po e them si gimmick. Unë e them nga eksperienca ime. Mund mos jem dietolog.
mu mos jem nutricist. Por sa doktor kardiolog kemi ne që shkojmë edhe na jep informacionin çfarë nuk duhet bëjmë, pastaj gjejmë ke kafja lagjes duke pirë rakete cigare. Çfarë është suksesi për ty? Ose një ndër ditë më të suksesshme në jetën tonë, ose më të lumtura? Dita ime tani unë kam 3 ditë të lumtura në jetën time. Një ka qenë dita kur kalin goca, edhe nëse ekziston dashuria me shikim parë, është kur pash atë. Ishte momenti që them sikur të më merret jeta ime, sa vite jetë do kam, e të jepen kësaj, merri tani dhe jepja, nuk është problem fare. E dyta ishte kur më doli mamaja pastër nga kimio dhe nga rezatimet e gjitha, edhe është e shëndetshme, ajo ishte e dyta. E treta ishte para 2 javësh. Shkoj çoj gocën kopësh, edukatorja vetë më thot, çai ke bërë gocës? Unë ngela, shtanga, thash, çai kam bërë gocës? Pse thash? Po vjen tha edhe e vetmja gjë që thot është, babi im është kuzhinier i mirë, gatuan gjëra shumë të mira, ika në palestër, unë është i fuqishëm, du të bëjmë si babi, do m'japi 100% disiplinën babi, edhe babi im do ndihmoj njerëz. E kur ma tha këtë që ajo krenohej me arritjet e mia, u ktheva ke pyetja e Paskuales, edhe tani i ktheva përgjigjen e atërshme atij që do shofi mua goca ime si hero. Ajo e ktheu përgjigjen vet. Edhe ka të bëj, e shoh se si ka ndryshuar qasja e vajzës time në përditshmërinë, vetëm se kam ndryshuar unë. Pra ti si prind nuk ka shumë rëndësi çfarë i thu, po ç'a bën ti për vete. Edhe fëmijët shikon. Ka të bëj ç'a i them, por në momentin që unë nuk ndihem mirë me veten time edhe gjërat që të transmetoj, nuk është se do jem fort të favorshme. Nëse ajo është e babain e vet, duke fletur gjumë shumicën e ditës, edhe duke u acaruar me gjën më të vogël, pse kaloj miza para meje, automatikisht do ndikohet, do të thotë që ka me flet gjithë ditën. Që ka me hongër pisliqe, që ka me hongër suflaqe dhe pizza, që goca ime nuk, edhe nëse do haj pizza ja bëj vet tani. Edhe akulloren ja bëj vet. E kisha më të lehtë t'ja blija përpara. Siç e di që ka prindër andej që janë të sërsuar nga puna dhe respekt për ata që punojnë, nuk kam asgjë kundër tyre dhe nuk dua ta marrin personale. E bëjnë që kanë shumë, le të themi, kumrie në kokë që i flasin, edhe gjë më e thjeshtë është na lekët shko blije. Po ajo që ne po japim janë kemikate, se mendoja, ajo nuk është prodhuar sot. Ajo nuk e dim se kur është prodhuar. Edhe shelf life-in duhet ta ketë gjatë, kështu që kemikate që i fusim brenda, ndërkohë që unë maroj, ja bëj edhe është shumë e thjeshtë. A mund të na thush si e bën akulloren për gocën tonë me pak kalori? Është shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Merr një banane, merr një moll, futi në blender, hidhi pak pana, në ajo, jo të gjithën, pak pana, 2 lugë mjalt. 2 lugë mjalt, bluaje, hidhi në një tas, futi ngrirje, maroj punë, iku akullorja. 5 ingredient. Dua ta marr një paketë akullore dhe ta lexojnë se çka ka brenda ajo paketa akullore që japim. Okej, mos fëmijëve që po ha vet. Po ha vet ti. Përpara Nutella ka pasur vetëm 2 ingredient, kakao edhe lajthi. Ndërkohë që tani ka mbi 20. Rikthena në pjesën e dytë podcastit. E morëm vesh kush është Arturi, kush është misioni i tij, kush është rrugtimi i tij, sfidat, fitoret etj. Mendësia, marketingu, pse shkon në evente për zhvillim personal, zhvillim biznesit etj. Jo që jeni sipërmarrës ose që aspironi me u bë sipërmarrës, mendoj që keni marrë një mesazh shumë të bukur. Tash do kthena ose do vazhdoj me pjesën që ndoshta ju intereson pak më shumë juve, pjesën teknike edhe gjëra specifike për ushqimin, për ushqyerjen, për fasting, për mëngjesin edhe gjëra të tjera. Kështu që na ndiqni deri në fund. Artur, anglisht thonë, breakfast is the most important meal of the day. Mëngjesi është vakti kryesor i ditës. Sa je dakord ti me këtë? Ajo varet komplet nga kalendari ditori një personi. Varet kur zgjohet, çfarë itinerari ka,
Unë jam, duke qenë se unë vetë bëj fasting 16-8, unë mëngjesi im është në orën 12, deri në orën 8 unë kam ngrënë gjithë vaktet e ditës, pastaj e bëj pushim, mund pi kafe, në mëngjes për shembull deri në orën 12 me kafe, çaj, diçka. Por e kam mësuar trupin tim që ushimin e parë do në 12 edhe deri në orën 8 kam mbaruar punë, kështu që vakti i parë është i rëndësishëm sepse është trupi ose stomaku bosh. E nuk mund të ham diçka të rënd, se na ndikon edhe pastaj ndihemi direkt se do na vjen gjumë, se rritet glicemina, insulina, shumë gjëra tjera që siç thamë, unë dietolog nuk jam, po i kam nga eksperienca. Edhe ka të bëjë se çka konsumon, në fillim të ditës, që të t'japi energji për mëngjesin. Pastaj mëngjesin varet se kur e ka çdo person, të gjithë nuk e kanë një lloj, nuk është se jemi 8 mëngjes si zjojnë gjithë. Kështu që varet edhe nga koha që kanë, si e kanë strukturuar ditën. Pra mëngjesi nuk është domosdoshmërisht orar i paraditës. Mund të jetë mëngjesi është vakti i parë që ti ha gjatë ditës, që konsumon. Për mendimin tim po. The fasting 8-16. Për ato që se din, se shumica e din, intermittent fasting, që është 8-16? Pra 16 orë rrin pa ushqy dhe 8 orë është dritarja e ushqyerjes apo jo? Unë për momentin jam duke ndjekur, duke qenë se kam edhe aktivitet fizik që shkojmë palestër 5 herë në javë. Ditët pushim dal heci minimumi 10 kilometra, nuk është edhe 8-16, më jep 8 orë ushqim, 16 orë pushim, është më normale për mua që të më japi energjinë e dur. Unë në fillimet e rënies nga pesha kam ndjekur edhe 36 orë fasting. Mendoj se gjeta një çelës sepse filloja në orën 9 darkës, flija gjumë, rija gjithë ditën tjetër pa bukë, flija në orën 9 edhe i bidet haja mëngjesin tjetër që plotsoja shumicën e kohës, gjys ose 3 çaj kaloja në gjumë edhe nuk e ndjeja. Por na ndihmon jashtëmase shumë sepse trupi fillon edhe han qelizat e veta të ngordhura, të vdekura, toksinat, i pastron komplet. Benefitet tjera të fasting? Benefitet e tjera të fasting është djegja e dhjamit të brendshëm, që është rreth organeve, se trupi do ushqehet. Ato kalori që ti do djegësh që folëm, do i djegë trupi, do i gjej diku. Edhe i merr tek dhjami. Pastrimi i qelizave të ngordhura, që shumicën e rasteve, jo se jam onkolog, por duke që se mamaja ime e kaloi vetë kancerin, mu desh të lexoja pak mbi të, edhe janë qelizat të këqija. Edhe ushqen nga sheqeri, ushqen nga kequshqyrja jonë. Në momentin që ne kalojmë në anën ketogjenike, të trupi kalon anke që fillon ha veten e vet, ose qelizat e ngordhura, do haj këto qeliza, i pastron. Në anë të urinës edhe djersës, ne pastrojmë toksinat e trupit. E këto i kam mësuar duke i kaluar vet, siç tham, jo se kam një certifikat edhe merret për bazë patjetër kjo që unë them. Por na eksperienca ime edhe na çka kam studiuar unë për trupin tim, këto janë ato konkluzionet që kam daluna për sa i për këtë fasting, se kalojmë edhe në autofagi që trupi han vetë ushqehet nga vetja vet. Pastaj në momentin që ne flem, edhe jemi në këtë gjendje, edhe hormoni i rritjes është më i lartë, që do të thotë që na ndihmon për rritjen e muskujve, rikuperimin e trupit, rikuperimin e organeve, gjitha gjërat e tjera që ne na duhen për të qenë më të shëndetshëm, më të fuqishëm. Kështu që unë fastingun e rekomandoj, normalisht të bërë në mënyrë të kontrolluar, se nëse ti do të bësh një 72 orësh, në mënyra se si e thyen atë fast, është shumë e rëndësishme që mos t'i bësh dëm stomakut. Se kënjëherë nuk mund të fillosh direkt duke ngrënë një sasi të madhe ushqimi se ke 72 orë pa bukë. Se do të bëj shumë rëndë, do fillosh i gastrit, e gjëra të tilla që do të rëndojnë stomakun, e mund të kesh probleme. Ka edhe ajo një lloj thyerje, le të themi. Kur e thyen fastingun,
Kështu prandaj unë vendosa që të përdor 36 orësit se ishte më i lehtë për të thyer në mas 36 orë se sa 72 orë. Jo se nuk ja dilja, e çdo kush mund t'ja dali se është ana perceptimit. Nëse ja thu trurit që do bëhet, bëhet. Por në mënyrë se duhet kenë kujdes shumë se si e thyen fastingun që mos i krijojnë vetes probleme të stomakut. Në eksperiencën tonë, me çfarë e ke thy fasting? Unë e thyja zakonisht me lëng mishi, lëng kockash, edhe të bardha vezësh. Pastaj, mas 1 orë e gjys, haja diçka pak më të rënd, edhe çdo 2 orë pastaj, haja diçka më tepër, derisa dita mas fastingut është më tepër thyerja e fastingut se sa është ushqim tamam, domethënë. Po. Benefitet e rënjes në peshë, përveç se ndihesh më mirë, më konfident e tjerë. Çfarë benefitesh tjera ka? Për shembull, ka shumë njerëz që kanë probleme me gjumin. A të ndihmon në rënja në peshë edhe ushqyerja e shëndetshëm që të kesh edhe gjumin më të mirë? Mua më ka ndihmuar jashtëmase shumë. Mbaj mend që mamaja më thotë zgjohesha shifja po merre frymë se më nga apnea mundria pa frymë. Vetëm nga pesha e tepërt. Kishte raste që flia më rahat ulur se sa flia shtrirë. Gërhitja. Tashmë nuk gërhas më. Nuk ta flej si qinj le të themi për arsye sepse trupi im nuk është i stërmunduar. Zemra nuk po mundohet që të mbaj gjithat peshë mbi të. Se është pompa kryesore e trupit edhe normalisht që lodhe jashtëmase shumë me gjithat peshë që kisha. Unë hece 100 metra dhe duhet 3 çere kore që të merja frymën. Kë është ç'a mundon do mundoj zemrën. E fillojnë problemet e tjera më vonë, jo tensioni, probleme kardiovaskulare, shumëta, gjitha janë nga mbi peshë, se ti po e mundon trupin tënd që të jetë në super gjira. Po e mundon zemrën që të pompoj më të shpejt se ç'duhet pompoj. Edhe në palestër kur shkon, rajet e zemrës janë të ndara me zona. Zona 2 është zona e rënjes në pesha, që është mbi 120 deri në 140 rajet e zemrës në minutë. Ajo është zona e fat burn zone. Edhe prandaj nuk është qellohet kur jam mbi peshë që të bësh edhe vrapit, se ka të bëj me nyjet, ka të bëj me fundin e mesit. Që këto janë probleme që i kam hasur unë vet. Unë 2 javë para se ta vendos, se para intervistës time unë kputa mish, që i themi në gjuhën popullore, dhe nuk lëviza do të na veni, më ndinoj 150 kg të kpuzit nuk lëviz do të na veni. Unë isha i pa shpresë komplet, domethënë. Edhe në atë moment, tani unë them, kam bërë pak me veten time që në atë gjendje nuk them më. Çdo që të ndodhi, unë në atë gjendje nuk them më. Kam energji, kam harruar se çfarë janë ilaçet e dhimbjes kokës. Piu me krip nëse më dhem koka, nuk kam nevojë me pi ilaçet farmaceutike. Mund të kem pi 4 kokra paracetamol në 7 muaj. Nuk ishte ditë që unë mos pija oki. Nuk ishte ditë që unë mos pija ulqezol. Për stomakun. Nuk e maj men kur kam pas gastrit për e të funit, edhe unë speci ndjekse haj me grushta. Ke speci ndjekse me ekzemplar. Edhe nuk maj men që kur kam pi për e të funit ulqezol, ose të kem pas ngacmime gastriti. Se është e gjitha ke ushqime që ne ham. Edhe plus mbi pesha. Dhe thënë drejtë nuk është që kam bërë analizat së fundit që të shoh, po jam shumë i bindur nëse i bëj analizat, jam sidomos të gjakut, ana kolesterolit, sheqerit e gjitha, jam më i shëndetshëm se sa njerëz që mund të jenë, unë jam 37 vjeç, mund të jenë edhe 22-23 vjeç. I kam palestër 22-23 vjeçar që janë mbi 130 kg. Edhe ata dua unë që të ndikohen nga kjo, ose moshatarët e mi, që janë familjar, që janë në punë gjithë ditën, edhe mendoj se nuk e kanë kohën, por 24 orë ditës kam edhe unë si gjithë tjerët. Puna është se duhet të japim prioritet së pari vetes tonë, që të kujdesemi për ata që kemi përreth. Se nuk kam se si kujdesem unë për familjen time nëse nuk jam i aftë kujdesem për veten time.
se të ndodhi diçka larg qoftë, ose dikujt tjetër të ndodhi diçka, ti do i shton mundin familjes. Nuk është që mund ta eliminosh sa do pak. S'po them që do shpëtoj jetën, po sa do pak ta ndihmosh veten tënde për të qenë më i shëndetshëm, që të ndihmosh familjen, e ti është edhe shembull. Që çdo gjë arrihet. Unë këtë du të bëj, dua të jem një shembull që njerëzit që mendojnë që i ka ik koha, nuk kanë kohë, nuk ashtu, të jem shembull që çdo gjë arrihet. Mjafton që të ndajmë mendjen, të ja themi vetes tonë, të bëjmë një pakt me veten tonë, që unë do e marr situatën në dorë, edhe do ndryshoj shëndetin tim për t'i shërbyer atyre që kam pranë zemrës. Se pa shëndetin tënd nuk i shërben dot askujt. Paketat tuja dietike, gatimet e tjerë, ti sigurisht që i promovon edhe aktivitetin fizik. Tashi po marr pak anën e atyre që thonë s'kam kohë e tjerë. A mund të biesh në peshë gjithsesi edhe nëse s'bën aktivitet fizik me këto paketat ushqimore ose dietike që ti përgatit? Po. Njerëzit që unë kam, se nuk do t'i quaj klient, nuk më pëlqen t'i quaj klientët e mi. Do t'i quaj bashkëudhëtarët e mi. Përderisa unë konsumoj qetin ushqim me ata, do t'i quaj bashkëudhëtarët e mi në këtë rrugtim. Se edhe unë jam akoma në këtë udhtim bashkë me ta. Nuk dua të ndihem vetëm siç u ndjeva unë gjatë rrugtimit tim. Edhe tani jam në një pjesë të rrugtimit tim që du të përmirësoj anën akoma më mirë shëndetin tim, pamjen time, edhe njerëzit përreth me, kështu që rrugtimi im mund them që çdo ditë fillon nga zero. Jam në luftë me veten time që çdo ditë të mposht Arturin e dieshëm. Okej, super. Edhe plus, po mund të bien, kanë rënë. Ata njerëzit që bashkëtarët e mi kanë 10 kg, 8 kg, 9 kg vetëm me ushqimin në një kafatkohor një muaj. Ose le të themi 24 ditë që kanë marrë ushqimin, se aq i bie 24 ditë, 10 kg, 8 kg, 9 kg, pa ushtrime. Pa ushtrime. Nëse ushtrojnë, normalisht do kenë, nuk po them që do 20 kg. Ke 12-13 kg në muaj mund t'i humbësh. Në një afat 3 mujosh. Mbase ose një afat 6 mujosh siç më desh mua, 6 muaj e gjys. Unë nuk pres që të bim 55 kg sa unë. Uroj, inshallah bin edhe 60-70 nëse ja vëm vetes si qëllim. Nuk jam xheloz për atë, jam mirënjohës që e bëjnë. Por sa gjysma, 25-30 kg në një afat 6 mujor, duke ushqyer shëndetshëm me një aktivitet minimal, është 100% arritshme. Por unë du të marrë shkas nga logoja jote, edhe slogani që është 80% nutricion, 20% aktivitet fizik. Kështu që edhe unë personalisht do i kisha sugjeru mos u varni vetëm tek nutricioni ose vetëm tek palestra. Se shumë njerëz mendojnë, do bëj palestër, do bin pesh, edhe nga ana tjetër nuk kujdesen hiç për nutricionin. Por edhe kundërta, nëse ju po kujdeseni për nutricionin ose po kujdeset Arturi për mirë ushqyrjen tuaj, mos lëni pas dore edhe aktivitetin fizik. Se përveç se bijeni në pesh, që është një benefit shumë i mirë, e para punësisht që t'jeni në formë, edhe të keni lëvizje, çarkullim gjakut, metabolizmin shumë të mirë. Ajo është, unë nuk po them që të dalim gjithë tani dhe të bëjmë bodybuilder. Po. Okay. Ka shumë instruktor palestre që janë shumë të aftë, edhe janë me pamje shumë prestigjioze dhe duken që janë instruktorë, edhe vetë unë i shifja dhe thoja, po ai bravo i qoftë që është ashtu, po zapajmë kursi, edhe ajo më të demoralizon. Nuk jam këtu t'i them njerëzve që do i bëj palestër, do bëjnë trup muskuloz, ajo është në dorën e atyre pastaj. Unë dua që njerëzit të dinë, jam këtu për t'i ndihmuar që të krijojnë një kulturë të ushqyerit shëndetshëm edhe të jetuarit shëndetshëm.
se nuk është i shëndetshëm vetëm ai që ka muskuj, se ai mund të ketë muskuj, por ama dhjami i brendshëm që ka rreth organeve të tij është më tepër se unë, që nuk duke muskuloz. Se kemi dy shtresa dhjami, kemi dhjamin e brendshëm, kemi edhe dhjamin e jashtëm të trupit. Që të duken muskujt e barkut ose breshka që i thon, është dhjami i jashtëm. Po ke edhe një shtresë tjetër që është rreth organeve. Që nëse ajo është shumë e lartë, nga kequshqyrja, të rroft që ke muskujt. Se mundon zemrën akoma. Prandaj po them që unë duan që njerëzit të kuptojnë që ka mundësi për të jetuar një jetë jo shumë aktive në varësi të vullnetit që kanë, se vullneti është kryesorja, por të ushqehen shëndetshëm, të bëjnë një aktivitet 10.000 hapa në ditë. 10.000 hapa në ditë janë 500 kalori të djegura. Skencerisht të vërtetuara. 10.000 hapa. 10.000 hapa nuk janë asgjë. 10.000 hapa bëhen për një orë. Perimet. Shumica e njerëzve nuk i kanë qef, ose nga shija etj. Sa të rëndësishme janë, pyetja e parë, edhe e dyta, si ke implementuar ti tek paketat tuaja? Perimet janë të rëndësishme, sepse kanë fibra, përmbajtje fibrash, kanë yndyrnat, ato karbohidratet e mira, siç ka kungulli, karota, edhe patatja, kanë karbohidratet e mira. Kur vjen puna është duhet i kombinosh në mënyrë të durme me mishin, se të marrësh sasin proteinike e 250 gramve pul vetëm nga brokoli, dhe duhet më ngrënë 3 kg brokoli. Që ti hash 3 kg brokoli në një vakt, nuk do duhesh me pa brokoli për 2 vite rresht. Janë të mira se kanë klorofilin. Perimet kanë klorofil, sallata ka klorofil. Që është na fotosinteza, që do të thotë që ka oksigjen. Edhe kur ne marrim klorofil, i japim oksigjen gjakut. Nëse ne shohim ke video sa dush të transfuzioni gjakut. Gjaku deli kuq i errët edhe futet roz, se merr oksigjenin, pastrohet. Ka suplemente për klorofilin që janë shumë të mira, unë i kam marrë vetë, organike, edhe ndihmojnë në një lëkurë, se ato ndihmojnë lëkurën nga brenda jashtë, jo nga jashtë brenda. Okay. Se i japin energji gjakut, i japin oksigjen gjakut. Gjaku po pati oksigjen pastrohet. E këto janë gjëra që, si shash, jo se nuk duhet dietolog me t'i thënë këto gjëra. Mund të futesh online edhe të thush benefitet e klorofilit dhe e shet direkt, edhe momenti që e përdor, jo brenda ditës. Asnjë gjë nga këto që them unë nuk ndodh duke qenë ti gjatë natës që je në gjumë. Duan kohën e vet. Po në momentin që ti përdor në një mënyrë konstante klorofilin, ndihmon gjakun në mënyrë stratosferike për të qenë më i shëndetshëm. Prandaj edhe perimet janë të mira, se kanë përmbajtje klorofili, e na ndihmojnë për oksigjenin në gjak. Duhet kombinuar për sasi proteinike, nuk janë. Okay. Prandaj kombinon me mishin. Prandaj kombinon me mishin, edhe plus që t'japi një shije më të mirë, se normalisht kanë shijen e tyre specifike, se vetëm mish. Po. Edhe ajo mërzitet. Puna është që duhet i kombinosh. Nëse do, por nuk janë, si që ndigjojmë neve, mitet që duhet hash vetëm sallat, që të bish ta pesha, jo, nuk është e thënë. Pra, te paketat tuja dietike që të bin njerëzit nga pesha, nuk ka vetëm sallata, por që ka edhe mish. Biles çfarë mishi ka herë, se është pjesa që i pëlqen njerëzve më shumë. Fileto pule edhe mish të grirë kryesisht. Okay. Mish i grirë i viçit, se të jep mundësi për variacion pjatash. Edhe fileto pule gjithashtu të jep variacion edhe përmbajtja proteinike, është shumë, se karbohidrate nuk kanë asnjëra as tjetra. I ndyr mishi i viçit ka më tepër se sa i pulës. Pulës në 250 gram fileto pule ka diku ke 3.6 gram i ndyr, ndërkohë që mishi në 200 gram mish grir viçi ka diku ke 17 gram i ndyr. Është i ndyr e mirë, nuk vjen ndryshim. Nuk është i ndyr si gjalpi, si margarina për shembull. Por unë më shumë përdor të bardhën e vezës, pulën edhe mishin e grir për
anën proteinike. Okay. Se substanca me proteinën më të lartë në botë është spirulina, Okay. që është alge. Edhe në 100 gram, 70 gram i ka protein. Se ka 70% përbajtjen e proteinës. Po nuk konsumon dot më shumë se sa 7 gram ditë, se të bën dëm. Kështu që 7 gram, 70% që i bie diku ke 5 gram protein. Hira. Kam një gjuhë që ka shumë benefite të mira, bile se edhe çunat, edhe gocat e palestres përdorin proteina ose hirrën në formë pluhuri. Qa benefite shka ose çfarë të mira shka hira? Hira është e mirë për mëlçin. Është e mirë për kockat, ndihmon në forcimin e kockave, sidomos hira e qumshit dhis. Okay. Ka 16 lloj proteinash dhe një variacion vitamina, sidomos vitaminën B. Prandaj edhe njerëzit e përdorin shumë në palestër në përmbajtja e proteinave të shëndetshme që ka. Kupton? Është prandaj përdoret edhe për proteinat, suplementet e proteinave që janë me hirin e qumshit të dhis, janë shumë të suksesshme në rigjenerimin e muskujve, se ka 16 lloj proteinash të ndryshme në përmbajtjen e saj, ndihmon funksionin edhe rigjenerimin e mëlçisë, edhe forcimin e kockave. Kam dëshirë me fol për disa mite që i kena ne shqiptarët. Uji me limon esëll të ndihmon për dobësimin. Uji me limon esëll, vetëm uji me limon esëll në ndihmon në ndezjen e metabolizmit dhe sistemit tretës. Por që jese të dobëson. Po njerëzit mendojnë se të dëpson, por ama është thjesht do të detox, le të themi, që ti jep trupit. Ne duhet të kuptojmë diçka, që kohës që jemi në gjumë, djersisim. Trupi jonë është akoma në punë. Truri është në punë. Vetëm se jemi në gjumë nuk do të thotë që nuk po punon trupi jonë. Edhe e rëndësishme është që në mëngjes, unë personalisht në mëngjes kam një remedi timen që përmban ginger, tumerik, limon, kanell, piperzi. Edhe e konsumoj të ngrohtë që ta ketë më të lehtë trupi për ta thithë, se ujin e ngrohtë e thith më kollaj se sa të ftohtin. Edhe pak krip. Krip Himalaje ose krip keltike, i thonë, që ka 90% të mineraleve që do trupi janë. Për arsye se ne humim, duke djersitur humim kriprat e trupit, edhe na duhen elektrolitet. Që mos të ndihemi të pafuqishëm, mos të ndihemi bile edhe gjatë fastingut mund të pish elektrolite pa sheqer, ose një gotë ujë me krip Himalaj ose krip një lug çaj krip keltike për të dhënë trupit elektrolitet që mos ta merren mend. Nuk e di atë ka ndodhur ndonjëherë ajo që jam pa bukë, po më merren mend. Kjo është mungesa e kriprave në trup. Edhe në momentin që ti pi atë ujë, serumi, ujë me kripër. Miti tjetër, një lug uthull pas çdo vaktit ndihmon për me ndoshta me bë shuarje më të mirë të ushqimit edhe rrjellimisht dobësim. Ja. Ndihmon një lug uthull mund ta pish në mëngjes me gjithë edhe kjo ndihmon për të shuajtur atë urin, por jo për dobësim. Jo për dobësim. Okay. Frutat mbajnë sheqer, prandaj nuk këshillohen kur jenë në dietë. Frutat mbajnë sheqer, edhe është sheqer natyral. Normalisht nuk po flasim për frutat e rritura siç i rrisin shumica, po flas për fruta bio. Edhe kanë kohën e tyre gjatë ditës kur duhen konsumuar, jo se nuk duhet konsumuar. Kur për shembull? Të mira janë për un banania që është miti, është i mirë para palestres se ka karbohidrate që t'japin energji. Edhe mas palestres se karbohidratet siç ndihmojnë edhe në rritjen e muskujve për të pasur ti një energji. Para gjumit, jo. Okay. Se është rënd për trupin edhe janë karbohidrate të cilat do të mundojnë trupin. Nuk të kanë benefite gjatë kohës që ti je në gjumë. Kur e ha para palestres dhe ti shkon ushtron ose para ushtrimit ose në mëngjes, ti do e djegësh. Derisa të vi dreka, nëse ti zesh në orën 8, do hash dreka në orën 1, edhe han një banane, edhe 4 bardha veze, je super. Ke energji deri në orën 1,
ke energjinë e dur që ti të jesh funksional edhe mos kesh atë urinë o vdiqja për bukun tani ç'do ja bëj. Shalqin që është edhe sezoni që vjen sezoni, nëse ke takat, më fal, dua ta bëj pak humorike, të shkosh tualet për të urinuar, ha shalqi sa duash, nuk bën asnjë problem. Nuk është 90% përmbajtje uji, siç është Kastraveci, Kërpudha, janë me 90% përmbajtje uji, kështu që ti ashtu do na shnosh te uji. Çajrat e dobësimit, sa efektiv janë, se i shoh shpesh tu reklamu etj. Po mos më bën një gjë sens. Thot pik të çajin, po mos u she. Po tash në fundit ideja e dobësimit është me marr më pak kalori. Pra të shja po shet çajin apo po shet një ide. Çaji më i përdorur për dobësim është çaji jeshil. Okej. Arsyeja është sepse ka kafeinë të larta. Edhe kur kafeina na jep energji. Ne kur pim kafe ngopemi. Nuk e di a ke vënë ti, po kur e pi kur tahet bukë dhe pi një kafe ti ngopesh. Me energjinë e dur na kafeina. Edhe çaji jeshil, edhe çajet e tjerë të bymejnë, ti mos pi çaj, pi një shishe ujë direkt. Me fund, gjitha i ujë do bymej stomakun, po bymej stomaku, ti ndihesh i ngopur. Nuk po këshilloj njëri që të pi ujë me rëna pesha, se nuk është fare këshilla ime. Ne du të ushqemi shëndetshëm që të bim na pesha. Se njerëzit duhet kuptojnë çan ndodh nëse ti bie nga pesha duke ngrënë vetëm sallatë jeshile, vetëm duke pirë çajra, vetëm duke pi ujë. Do vi dita që do mërzitesh. Mas 2 javësh, 3 javësh, 2 muaj. Do mërzitesh. Do kthehesh prapë se të ka marrë malli të hash një musaka, të hash një borita, të hash një picë, të hash një soflaqe, e thyve. Do e marrësh prapë direkt. I kanë munguar trupit gjitha këto proteina, karbohidrate, ushqime, njërën tjetër, se ti ke ngrënë vetëm sallatë, ke pi çajra. Momenti që i ndalon këto, ç'do bëj? Normalisht trupi do bjeri, sepse do konsumoj dhjamin e ruajtur. Normalisht do bjeri trupi. Puna është se në momenti që ti do ndalosh këtë gjë, ç'a do ndodhi? Do i kthehesh jetës normale duke ngrënë prap, e ç'a do i bie që ti do zëvendësosh atë dhjamin. Prandaj është e mirë që kur bie na pesha, të biesh me variacion ushqimesh, të shëndetshme, edhe kjo është ajo që do theksoj përsëri. Kultura e të ushqyerit shëndetshëm. Jo kultura e të marrit paketa ke Arturi. Jo. 100% disiplinë të ushqyerit shëndetshëm. Që nesër pas nesër, kur ti mos marrësh më paketën e Arturit, të kesh kulturën që të ushqesh shëndetshëm, që trupi jot të ruaj atë peshë, ose të shtoj musull, ose të biesh na pesha, edhe të krijosh një lloj muscle memory, le të themi, që edhe sikur ta hash një sufllaqe ose ta thyesh 2 ditë, se je me pushime, të kanë ftuar në një darkë, jeni një dasëm, jemi njerëz gjallë, do na ftojnë edhe për dreka darka, nuk e evitojmë dot të gjë, nuk do i themi, dëgjoj unë zvi sepse jam me dietë. Ç'është? Po nëse ti nuk e stërvit trupin tënd, që ushqimin që merr ta konsumoj në energji, atëherë do ta vëjmë dhjam. Prandaj duhet edhe aktiviteti fizik. Ai 10.000 hapësh në ditë, 10 squat në ditë. Ulje ngritje nga divani, nuk po them unë bëj squatin siç e bëjnë palesë. Ulu ngriu nga divani 20 herë. Bëj 3 herë në ditë. Edhe flasim nesme ose kur të fillojnë ndemin këmbët në fillim, sepse është lëvizje që ti nuk po e bën. Ule ngritjen, kaq, ule ngritjen nga divani. Miti tjetër, nëse heq sheqerin por konsumoj brum ose karbohidrate, a do psohem akoma? Nëse heq sheqerin, po, karbohidrate duhen për energji. Pra brumrat nuk janë atë të këqija sa dëgjojmë. Varet nga brume. Për shumë, unë jap edhe buke paketat e mia, po bukën e ke gluten free. Gluteni është armiku numër 1 për anën e gliceminës, glutinën në gjakun ton. Që është gruri ka gluten, kuskus ka gluten,
ke polentën që ka gluten, ndërkohë që tërshëra s'ka gluten. Faraçia s'ka gluten. Mielli i mistrit nuk ka gluten. Kinoa nuk ka gluten. Farat e linit nuk kanë gluten. Gjitha këto mund të përdoren për të bërë një bukë. Edhe shumë herë më të shijshme se sa bukët e tjera që ke vërdall. Bukët e tjera që mund mblesh që thonë ata merr bukë fshati. Ke shumë njerëz që janë intolerant ndaj glutenit. Edhe nuk e din. Edhe thënë pse ndjemi fryrën. Pi ujë dhe shnoshem. Pi ujë dhe fryhem, pi ujë. Këto janë anomali të trupit tonë që ne ndjemi të fryrë. Se nuk mund të shnoshesh dot me ujë. E dim. Nuk, por janë anomali, janë intoleranca që ne I kemi, se intolerancat kryesore janë gluten edhe glukozë. Testin e intolerancës që bëjnë gjithë, nuk jam okay me atë se 60%, 65% të gjërave që ne konsumojmë, do na thonë mos e hamë. Ama duen, sepse kanë, siç thash, proteinën, kanë karbohidratet e duhura, yndyrrat e duhura, por un jam kryesisht ke gluteni, ke brumrat, mund të hash brum. Merr gluten free. Merr një miell gluten free. Bëj me miell mistre. A e bukën e mirë, buka mistre, që është vetëm me miell mistre. Bukë të shëre, bukë thjerzash, bukë faraçies, edhe faraçia mund bëhen plur. Edhe farat e linit mund bëhen plur. Bile farat e linit aktivizohen kur janë plur, se sa kur janë far. Kështu që variacione ka pa fund. Për të bërë të njëjtën gjë që ti ha, se ke njerëz që thonë usrit do të pa bukë, du bukë. Se ne shqiptarët themi do ulem ta bukë. Po. Edhe ka variacione që ha bukën, një fet, unë bëj bukë me të shërë, një fet bukë, ja okay, ngopesh. Edhe ke gluten free, karbohidratet e duhura, edhe proteinë. Se ka edhe përmbajtje të lartë proteine të shëra. Prandaj po them që sheqeri është, sidomos to sheqerit, unë e ka që edhe në për kafe që shoh që e pi me 2 sheqer, ajo është nuk po pi kafe aty, po pi sheqer. Po pi sheqer I hell pa kafe. Pa. Kam një gjuhë, domethënë miti tjetër, kam një gjuhë, supa magjike me lakër. Ha sa dush për nuk shëndoshesh. Okej, kjo ndodh për arsye sepse sasia kalorike e lakrës është aq e ulët sa nuk përfillet, siç e ka kastraveci. Janë disa siç e ka shalqini, siç e ka domatja, brokoli, janë sasi kalorike që nuk të papërfillshme, mund të jetë 20 kalori. 4 kalori ka I kastraveca, nuk ke lakra për shembull, mund një lakër e tërë mund të ketë diku ke 40-50 kalori. E han edhe na që të ngop, njerëzit mendojnë se po do dobësohen, se nuk ka ngushkon, a kupton? Nëse ha vetëm lakër, sup lakër, shur me lakër. Edhe ku dalim, ke deficiti kalorik. Okay. Sillu nga sillu, ha çat duash, pi çajra. Kryesorja në mes është deficiti kalorik. Asnjë gjë tjetër. Se po pi vetëm çaj, nuk po ha bukë, nuk po merr kalori. Do të thotë pa kalori, mbi nga pesha. Nëse ha supë me lakër që ka pa kalori lakra me ujë, deficit kalorik, do biesh na pesha. Po pse mos biesh na bësh deficit kalorik duke ngrënë ushqim të shëndetshëm? Ushqim të shijshëm. Që mos e dallosh fare, unë cel kim me vezë, që ti e shef edhe thu, kim me vezë. Po kjo të shnosh, jo më ja, 400-500 kilokalori ka ajo. Po ma të ngop. Janë aq të mëdha se është 200 gram mish. Me 2 kokra vezë. Ti ke edhe proteinën e vezës, ke edhe karbohidratet e duhura të vezës, edhe yndyrnat e të kuqes, edhe yndyrnat e mishit. Ajo është pjata më e rëndë që ka paketa ime. Por është e shëndetshme.
se ti mund të ndash në dysh, se nuk e ha do të gjithën, të vel. A kupton? Edhe nuk e ullun pse të vel. Jo, vinë, po paguajnë. Do marrin atë për cilën paguajnë. Nuk bëj kompromis në sasinë e ushqimit. Janë me mas. Ti po më jep për këtë gjë. Më ke besuar, faleminderit për besimin. Unë nuk e thyej besimin e njerëzve që do vinë ti bashkohen kësajt me mua. Si mas statistikave, se më the që e kam nisë edhe për mision këtë gjë. Sa përqind e popullsisë po themi në Tiranë, se ndoshta ka informacion më të saktë, janë mbi peshë edhe sa janë obez? Sipas statistikave që kam parë unë online, që them drejtën në këto 4 muaj të studimit që bëra, 50% e popullsisë të Tiranës është mbi peshë, edhe 20%, domethënë 100%, 20% janë të këtyre 50% që janë obez. 50% e Tiranës mbi peshë? Po. Ti pas ke klientel të madhe, dhe? Është nëse unë arri që ti Pas ke mision të madh. Po bëj humor. Pas ke mision shumë gjigant. Unë do vazhdoj deri sa nuk po pretendoj që të ul 50%. Dua që kjo që unë kam nis në radhë të parë të ndihmoj njerëzit në nevojë. Për të rëna pesha, se shumica problemeve nuk është të ndihmosh dikë për të marrë peshën që ka. Se edhe për të marrë peshën që ke është ushqimi. Ta bëj una, nuk është problem. Po ata që kanë më tepër problem, nuk janë ata që janë të dobët edhe nuk ata që janë mbi peshë nuk kanë konfidencën ke vetja vet, siç nuk e kisha unë. Besimin që unë mund të arrit diçka, nuk e kisha. Momenti që rash na pesha dhe duke më mirë, më erdhi konfidenca, qase më mirë në për takime, jam në kë podcast tani, përpara nuk do të vija këtu. Nuk do e kisha una konfidencë që të dilja, të flisja për veten, sepse e dia shumë, nuk kisha unë i aftë për ta bërë atë. Edhe sa njerëz, sa benefite mund të ketë shoqëria jonë nëse më shumë njerëz flasin për mendimet që kanë dhe si mund të ndihmojnë këtë shoqëri. Sa më shumë sipërmarrës mund të ketë Tirana nëse ata kanë konfidencën për të futur në ato dhomat e ndryshme me plot njerëz dhe të thonë unë kam këtë ide, unë do ja dal kësaj gjëje. Është e thjeshtë them që jam nisë me ndihmu njerëz vetëm për të rënë nga pesha, po rënja nga pesha ka aq shumë benefite psikologjike që i kupton njeriu vetëm kur e ka arritur. Se edhe unë kur isha i shnosh nuk e kuptoja. Por ama tani e kuptoj se sa benefite psikologjike ka pas tek unë. Unë tani them jam më i bukur. Nuk ka gjë që më del përpara. Do e bëj këtë biznes. Do lej diçka për gocën time që thot e bëri babi. Këtë e ka bërë babai im. Me të mirat dhe me të këqijat, me vështirësitë, me sfidat financiare, jo financiare, psikologjike, fizike, gjitha, unë do ja dal. Edhe dua që gjatë këtij rrugtimit të vështirë, të ndihmoj sa më shumë njerëz që t'ja dalin në rrugtimin e tyre. Edhe duke filluar që të ndryshojnë pamjen. Se e di shumë mirë se nuk dua të gjykoj njeri, por sa i vetmuar isha unë gjatë asaj periudhe. Edhe sa prag depresionit mund të isha. Unë kisha OCD, që është një disorder me fiksime, që i doja gjëra si nuk kam kohë më për OCD. Truri im është në super gjirë në këtë momente se do mendoj një gatimet që do bëj, 2 marketingun që do bëj për të promovuar mesazhin tim, 3 do ikim unë dal në palestra dhe mendoj se çfarë do bëj nesër. Ndërkohë që OCD nuk jam vetë shëruar le të themi nga OCD-ja, sepse e kam fut trurin të mendoj gjërat pozitive për të ardhmen time, e për të ardhmen e familjes time. Dola nga comfort zone im.
Edhe dua t'i them njerëzve, mos kini frikë të dilni nga comfort zone juaj. Maksimumi do ngeleni atje ku jeni. Më keq mund bëhet? Jo. Më mirë 100%. 100% më mirë mund bëhet. Ti ke nis një sfidë mujore. Po. Edhe me thënë drejtën është sfidë shumë interesante. Sfida e muajit është javore, po. Okej, a mundesh me ma shpjegu pak këtë sfidën që ke nis për veten edhe për bashkëulltarët e tu, për rënien pesh, por që ka edhe një surprizë, ka një zbritje te pjesa e çmimit. Shumë njerëz janë skeptik. Edhe duke qenë se ka shumë kompani të mira që ofrojnë paketa dietike, kam qenë edhe vetë konsumatori tyre, edhe janë të mira, janë efektive. Nuk janë vetëm unë aty. Një ka kompani të tjera prestigjioze, shqiptare, në Tiranë që ofrojnë shërbimin që ofroj unë. Por jo mindsetin tim. Këtë dua ta qartësoj. Nuk dua të ndihmoj njerëzit vetëm me ushqimin. Unë jam aty, dua të krijoj një komunitet ku njerëzit ndihen të lirë për të thënë problemet e tyre që hasin me peshën ose me mosbesimin te vetja, edhe të kenë një le të themi siç thotë anglezi shoulder to cry on, që mos ndihen të vetmuar, se nuk janë vetëm. Asnjë nuk është vetëm në këtë vend, në këtë shoqëri. Mjafton që të flasin. Edhe dua të jem veshi që do i ndigjoj nëse nuk kanë se ku të flasin. Edhe me problemet, vështirësi që kam kaluar unë, nëse rezaton tek ata, ti ndihmoj sa do pak. Udhtimi im. Edhe thash që ka kompani të tjera që mund ta bëjnë, unë kam bërë një sfidë për skeptikët. Një javë, 6 ditë. Fillojmë të hënën me 11 maj. Deri të shtunën. Marrim paketën, një javore. Bin nëse i rinë rigoroz paketës edhe atyre që unë do i udhëzoj, jo do i komandoj, se nuk mund të komandoj njeri. Do i udhëzoj. Nëse i rinë besnik, 2.5 deri në 3 kg për ato 6 ditë i humbaj. Nëse nuk i humbin, unë i kthej lekët mrapsh. Nëse i humbin, edhe duan ta vazhdojnë paketën, se ushqimi garantojnë që është shumë i mirë, edhe shumë i shijshëm, kanë 10% ulje tek vazhdimi i paketës. Pra në qoftë se njerëzit marrin pjesë e sfida jote 6 ditore dhe nuk humbin minimumi 2.5 deri në 3 kg, ti i kthen lekë mrapsht. Po, jam 5 vende të lira. Në qoftë se i humbin dhe ka efekt paketa jote, dieta jote, kanë 10% zbritje për vazhdimsinë. Nëse do duan ta vazhdojnë, po. Unë i pari do ja sugjeroj miqvet mi si për Mars, sepse kam shumë të ndryshëm që kanë dëshirë me ranë pesh, me kanë fit, kështu që të uroj sa më shumë suksese. Faleminderit për këtë mesazh të mirë, për këtë mision që i të përcjell. Edhe shpresoj të bëjmë gjëra të bukura. Unë do të suportoj me pjesën e marketingut, te networku jem do të referoj këtë mundem. Faleminderit. Edhe mezi pres me të po të e çu misionin tanë sa më larg. A mundena me myll këtë bisedë shumë të bukur, edhe kjo bisedë ishte si një rrugtim me një mesazh, po mos jetë mesazh përmbyllës, po të jetë një mesazh që në fakt ta nxisin dikë me nis diçka. Mesazhi që unë do i jepja njerëzve është mos vendos limite. Jeta do ndodhi. Atë nuk e komandojmë dot. Vetmja gjë që ne mund të komandojmë është reagimi jonë ndaj gjërave të jetës që do na ndodhen. Nuk komandojmë dot se çfarë do ndodhi, por reagimi jonë. Edhe jepni një mendje të lehtë reagimeve, se të gjitha scenaret e këqija janë në kokën tonë. Ne i mendojmë para se të ndodhin, ndërkohë që s'ka ndodhur. Kështu që mendoni më pozitiv, besoni më tepër tek vetja juaj, se çdo gjë është e kapshme. Mjafton që ne të besojmë te vetja jonë. Nëse vendosim limite, edhe lejmë jetën, gjërat, faktorët e jashtëm të ndikojnë në gjendjen tonë shpirtërore, do kemi probleme. Jemi ne që kontrollojmë se si do të ndikojnë faktorët e jashtëm të ndodhin.
Mund të dalim me makinë dhe na bjerë tjetër, nuk e komandove ti, nuk e manifestove ti. Po si do reagosh ti ndaj asajt, është në dorën tate. Kështu që mos i limitoni veten të mendoni lart, sepse si thash, suksesin tuaj e caktoni ju se deri ç'a pikë shkon. Nuk e cakton suksesin, nuk e ka maja, nuk është pallat 10 kaç, 20 kaç, 30 kaç, 100 kaç që arritën në maj. Jo, është një mal pafund që ti vetëm ti mund ta vendosësh se sa lart do të ngjitesh. Super, shumë e bukur. Kurse unë do e mbylli me niseni me 1% disiplinë derisa të arrini me 100% disiplinë. Shumë faleminderit Artur. Lutem, faleminderit ju.